Më mbrëma dhe mirë se vini në War Report, do t'jeni me mua Sali Doçën në ekranin e ABC News për gjatë minutave në vijim për të njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore sa i përket konflikteve më të nxehta globale. Zemërimi i Iranit vijon të jetë në lindjen e mesme me dëshmi të qarta të asaj çfarë mund të nënkuptojë një përshkallëzim i konfliktit në të gjithë rajonin. Teherani ka goditur sërish nëpërmjet 2 raketave balistike dhe dronëve të gjithë infrastrukturën kritike në Kuvajt. Në fakt, kjo është shënjesa e kryesore së bashku me aeroportin ndërkombëtar të vendit, ku përpasoj humbi jetën një person e u plagosën 63 të tjerë. 2 raketet të tjera u hodhën drejt Bahreinit, të cilat u rrëzuan nga mbrojtja ajrore e këtij vendi, ndërkohë që Kuvajti reagoi me shpejtësi duke dëbuar 2 diplomatë iranian nga vendi dhe duke thënë se ato janë non grata dhe kanë vetëm 24 orë kohë për të lënë vendin. E gjitha njësi pasi Shtetet e Bashkuara pretenduan se kishin kryer sulme për vetëmbrojtje në ishullin Qesh, ishull ku Irani sulmon anijet në ngushticën e Hormuzit dhe konsiderohet një ndër pikat kryesore ushtarake të Teheranit, i cili përdoret ende dhe përpiqet të ripërtërihet në aspektin ushtarak. Ndërkohë Marco Rubio ka pohuar se lufta kundër Iranit ka përfunduar në dëshminë e tij të fundit në Kongresin Amerikan, prej 2 ditësh ku po vijon dëshminë e tij. Marco Rubio ka deklaruar se operacioni Epic Fury ka përfunduar dhe se sulmet e fundit të cilat po kryhen janë sulme vetëmbrojtëse për të mbrojtur trupat amerikan në rajon. Kjo deklaratë e Marco Rubios padyshim që ka shkaktuar reagime të mëdha në rrjet, ndërkohë që Donald Trump pretendon se negociatat po vijojnë. Presidenti amerikan i është përgjigjur një ndër pyetjeve më të rëndësishme të orëve të fundit, duke thënë se po, e ka quajtur Benjamin Netanyahu një njeri të çmendur për shkak të vendimeve të tij të nxituara që ka përshkallëzuar situatën e konfliktit. Megjithatë, Trump deklaroi se ka punuar shumë mirë me të dhe se i pëlqen Bibi Netanyahu. Unë jam një president në kohë lufte dhe ai është një kryeministër në kohë lufte. Mirë, theksova vetëm pak më parë se si Marco Rubio thotë se lufta kundër Iranit ka përfunduar, por kjo nuk është ajo çfarë mendon Izraeli, pasi kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu në një intervistë për CBS News ka deklaruar se trupat e vendit të tij janë të gatshme për të rikthyer luftës nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të thonë diçka të tillë. Kur u pyet për telefonatën e cila u raportuan në mediat ndërkombëtare me tensione të larta mes tij dhe Trump, Bibi Netanyahu tha se mes tij dhe presidentit amerikan ka shpeshherë mosmarrëveshje taktike, por kjo është e gjitha duke shtuar se bashkëpunimi mes 2 liderëve vijon të mbetet i shkëlqyer. Ndërkohë shkojmë në tjera informacione, flasim për Europën lindore, ku duket se Ukraina ka turpruar Vladimir Putin duke sulmuar Shën Petersburgun me terminalet e naftës, cilat u goditën nga ana e dronëve ukrainase. Sulmi vjen përpara mbajtjes ose më saktë në nisjen e samitit më të rëndësishëm, është samiti ose më saktë Forumi Ekonomik i Shën Petersburgut, i njohur ndryshe si Davosi rus, ku do të mblidhen lider dhe delegacione nga 130 shtete, duke përfshirë këtu edhe një delegacion të vogël nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Hera e parë që Washingtoni merr pjesë në Forumin Ekonomik të Shën Petersburgut, që synon të thith investime të huaja brenda Rusisë. Si pasojë e sulmit, ka pasur shpërthime të mëdha në terminalet e naftës. Moska zyrtare ka deklaruar se kanë rrëzuar 59 dronë në Shën Petersburg dhe ka pasur një sulm me më shumë se 350 dronë në të gjithë Rusinë për gjatë orëve të fundit. Ndërkohë në një vizitë të paparalajmëruar më parë, Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, vizitoi ditën e sotme me Kievin, ku patri një thirrje të qartë për të rinjt e Rusisë. Mos u përfshini në luftën kundër Ukrainës, në luftën ku dëshiron t'ju çojë Vladimir Putin, sepse me shumë gjaz do të vdisni. Pajisjet dhe artilleria që keni është e vjetruar, e kjo nuk ja vlen baraqiran, tha Rutte teksa fliste në një konferencë për shtyp me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelenski. Ndërkohë Rusia po përdor taktika kamuflazhi njësoj si në luftën e dytë botërore. Ajo çfarë shihni në këto momente janë disa prej kamionçinave të saj të mëdha për transportimin armatimeve të ndryshme në frontin e betejës, të cilat janë veshur me dizajnin apo logon e një zebre. Gjithçka që synon të bëjë Moska është që të ngatrojë dronët me inteligjencë artificiale të përdorur nga Ukraina për të bombarduar frontin e betejës. Fotot që shihni në këto momente janë bërë kudo virale në rrjetet
sociale për shkak të këtij kamuflazhi dhe kësaj taktike që ka zgjedhur të përdorojë Moska. Në veçanti, dronët Hornet prodhuar në Shtetet e Bashkuara, të cilat kushtojnë rreth $4.600 dhe kanë njësi të integruara të avancuara të inteligjencës artificiale, janë përballur me këtë kaos si pasojë edhe e kamuflimit të këtyre mjeteve të rëndësishme ushtarake të Moskës. Mirë, ishte ky një përditësim i të gjitha zhvillimeve kryesore sa i përket fronteve më të nxehta të betejës. Ndalemi në pjesën e parë të programit për të diskutuar një përshkallëzim të rrezikshëm me Marco Rubion, i cili thotë se lufta ka përfunduar, për të folur më pas në pjesën e dytë të programit për turpërimin që u bë Vladimir Putin në nisje të një ngjarje të rëndësishme. Të gjitha këto me një herë vetëm pas sigles. Mbrëmjen e sotme me mua në program janë profesori asociuar i çështjeve të sigurisë, zoti Xhavi Çala. Zoti Çala, mirëmbrëma, kënaqësi të kem në War Report. Faleminderit. Gjithashtu në studio me mua është edhe zoti Ledion Krisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Krisafi, mirëmbrëma, kënaqësi të kem në program. Nëse bëjmë një bilanc të qartë, më shumë se 3 muajve luftë Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, për te dëmeve të mëdha që janë shkaktuar regjimit, pasojat më të mëdha duket se i kanë marrë vendet e rajonit, një sulm në aeroportin ndërkombëtar të Kuvajtit, 1 i vrarë, 63 plagosur, që tregon se zemërimi i Iranit vjen të jetë në këmbë dhe mundësitë e tyre për të goditur vendet rajonale janë po aty. Ndërkohë Amerika thotë se kanë kryer vetëm sulme vetë mbrojtëse. Çfarë po ndodh me këtë front? Do të ketë një reaktivizim apo do të jemi në sagën e sulmeve sporadike dhe një telenovele e cila nuk do të prodhojë një marrëveshje paqe? Unë kam përshtypjen që amerikanët do mundohen të shmangen rikthimit të luftës në shkallë të gjatë, siç ishte në muajin e parë të luftës në muajin mars, sepse Donald Trump po mundohet të arrijë një marrëveshje në një mënyrë ose në një tjetër, po mundohet të gjejë mënyrë se si mund ta mbylli këtë luftë, sepse do ishte, le të themi, problematike për sidomos për elektoratin e vet, duke marrë parasysh që ka dhe zgjedhjet mes mandatit nëntor, duke marrë parasysh që mund t'i lënë trashëgimi jo të mirë pasardhësit e tij, kandidatit që mund të jetë nga republikanët, qoftë mund të jetë J.D. Vance, që mund të jetë Marco Rubio, kështu që amerikanët i shoh të vështirë që të rikthehen fuqishëm në luftë ndaj Iranit, sepse mundohen të dalin nga kjo luftë, dhe shpesh herë duket Donald Trump duket sikur po lutet, si thua, në një farë mënyrë të arrijë një marrëveshje në çfarëdo lloj mënyre të jetë kjo marrëveshje, madje ndonjëherë edhe një marrëveshje që mund të jetë më e keq se ajo 2015-s e Barack Obamës, mjafton të jetë një marrëveshje që të dalin nga kjo situatë. Ndërkohë që goditjet e pasashme të Iranit më duket si një mënyrë paralajmërimi nga Irani për treguar që ka ende kapacitete. Sa kapacitete kanë këtu nuk e dim, këtë për ta parë shërbimet amerikane dhe izraelite, por Irani dëshiron të jap, si thua, atë imazhin që ka kapacitet për të goditur për të kundërvepruar, ka kapacitet për të goditur sidomos vendet e gjirit në këtë rast, sepse në momentin që vendet e gjirit marrin këto goditje sporadike por që bëjnë dëm, për shembull goditja ndaj aeroportit të Kavajtit ishte goditje në dukje e vogël por bëri një dëm të madh. Vendet e gjirit nga ana tjetër mund të bëjnë presion Shtetet e Bashkuara për të mos u rikthyer në luftë për të arritur një marrëveshje me Iranin, kështu që të dyja palët nuk i shoh, ose le të themi vështirë të rikthehen luftës në kuptimin më fyrë të fjalës, vetëm nëse ndodh ose nuk ka asnjë lloj marrëveshje në asnjë mënyrë, thua, nuk ka asnjë pikë ku mund të bashkohen dyja palët, dhe personalisht mendoj që palët nuk kanë asnjë pikë ku të bashkohen, pra mendoj që amerikanët janë duke kërkuar një iluzion nëse mendojnë se mund të arrijnë marrëveshje të heqë dorë Iranin nga armët bërthamore në këtë rast. Deklaratat tipit që lufta ka mbaruar, kemi dëgjuar, si thua, që në ditën e 4 të luftës, nëse kujtohet Donald Trump që lufta mbaroi. Problemi është që nëse shohim në këtë këndvështrim, pra që lufta ka mbaruar në sytë amerikanëve, unë mendoj që amerikanët nuk kanë arritur asgjë. Pra nëse ka mbaruar lufta për ta, nuk kanë arritur asgjë në këtë pikë, sepse regjimi është në këmbë, Irani është në këmbë, fuqia e Iranit është sa mund të jetë në këmbë mund të rinë në këmbët, kështu që në këtë këndvështrim, nëse mbyllin me kaq, si thua, amerikanët, nuk kanë arritur praktikisht asgjë në këtë luftë. Zoti Çala, Marco Rubio thotë lufta ka përfunduar dhe bëhet kështu, le të themi, një tjetër zyrtar i administratës Trump, ndonse kemi dëgjuar këtë pohim shpesh herë nga kreu i shtëpisë së bardhë, por ajo çfarë ndodh në front tregon pikërisht të kundërtën. Nuk ka një dakordsi mes palëve për programin bërthamor të Iranit, pavarësisht pretendimeve amerikane. Do të jetë kjo një situatë e cila do të zvarritet dhe nëse po, deri kur? Deklarimet që lufta ka mbaruar, unë mendoj se janë për konsum të brendshëm, janë pikërisht për të gjetur zgjidhje në përplasjet me ligjvendësit amerikanë që kërkojnë ato zbatimin atyre rafateve për deklarimin e luftës, për mbylljen e fazës që është pa miratim e tjera. Kështu që unë mendoj që ajo është për konsum të brendshëm. Për konsum të jashtëm, lufta të gjithë dinë që nuk ka mbaruar. Lufta
është një paradoks tash se edhe është në kuadër të armëpushimit që është shpallur që në muajin prill dhe duket ka një luftë brenda armëpushimit. Ka një luftë brenda armëpushimit sepse palët tashmë po shkëmbejnë raketa, po godasin, po dhe duket që të dy palët po synojnë që të arrijnë të ulen në tavolinë me sa më shumë fitore në kurriz, domethënë. Pra, ideja është që të ulen në tavolinë, po janë aq larg njëri me tjetrën saqë ajo që është shumë e ndaluar për njërin palë, vije kuqe për një palë është synim për palën tjetër. Kështu që kjo do të çojë pastaj në një po duket po e kthen në një konflikt të ngrirë. Në një konflikt të ngrirë ku do vazhdojë një tip status quo-je, ku problemet kryesore tashmë 4 problemet ose 5 problemet kryesore janë komplet larg njëra tjetrës në koncept për të zgjidhur, duke filluar që nga programi bërthamor, programi raketor, duke filluar statusi ngushtisës së Hormuzit, mundësia e heqjes së bllokadës nga pala amerikane, pra të gjitha kanë duke sikur palët po operojnë me projekte paralele, jo për një marrëveshje, por për dy marrëveshje paralele. Profesor, ja të dalim tek disa të dhëna që kemi në grafikën në ekran, do lutesh regjist më rikthente edhe një herë të vrarët që janë pikërisht në çdo vend të rajonit, përdhuar me Libanin 3371 të vrarë, në Palestinë 4 copë, në Izrael 26 persona, në Jordani 29 persona të plagosur, Siria ka 4 të vrarë, Iraku ka 118 të vrarë si pasojë e sulmeve, Kuvaiti 7 persona të vrarë, Bahreni 3 persona, Katari 20 të lënduar, Emiratet e Bashkuara Arabe 12 të vrarë dhe 224 të plagosur, në Oman janë vrarë 3 veta dhe gjithashtu në Arabinë Saudite në sakt janë 3 të vrarë, 29 të lënduar dhe në total ka 13 trupa amerikanë cilët kanë mbetur të vrarë dhe 381 të lënduar. Kur jap këto shifra duat të kuptojmë pak më qartë. A janë të gjitha këto sinjalet një luftë rajonale? Lufta duke që është lufta rajonale ka shpërthyer, nuk është fakt ajo, po në këtë konflikt nuk mund t'i përfshim të vrarët e Sirisë, të vrarët e Palestinës, ato janë vetëm nëse do bëjmë një analizë në nivel rajonal për konfliktet, po që nuk është i njëjti konflikt, domethënë. Këtu konflikti është SHBA plus Izrael me Iranin, nga ana tjetër është Izraeli me Hezbollah, nuk po themi me Libanin, sepse Libani është në vetvete, domethënë qeveria libaneze është viktimë për veten në këtë situatë. Por problemi këtu është që jemi në një luftë rajonale, por që deri tashmë nuk është në nivelin e daljes jashtë kontrollit, domethënë është brenda parametrave duke u kontrolluar, por që u filloi për një javë, për 10 ditë dhe po vazhdon në muajin po kalon muajin e tretë. Kështu që është shumë problem se çfarë zgjidhje do të gjejë. Ka një koordinim mirë midis Shtetit Bashkuar dhe Izraelit, absolutisht, edhe ajo batuta e liderit të çmendur, duket të dy po përpiqen të luajnë atë të liderëve të çmendur, lojën e liderëve të çmendur, sepse ata koordinojnë shumë mirë njëri me tjetrën. Po ta kesh parasysh sa kohë që Irani deklaroi që ne nuk ulemi në marrëveshje nëse nuk tërhiqet Izraeli nga Libani, pra Izraeli i arriti të shtrëngojë fort forcat e Hezbollah dhe ato ndjejnë frikën e azhësimit, bile këta hodhën idenë edhe deri tek pushtimi i Beirutit, gjë që ishte larg për të qenë vërtet, domethënë. Por bombardimi larg, po arritën një pushtim i cili ka qenë më i madh në 26 vite. Ishte ideja e pushtimit me trupa, sepse bombardimet ata në rrethinat e Beirutit bëjnë sa herë kanë informacion. Profesor, do të rindizet lufta, do të ketë sulme të tjera amerikane dhe izraelite ndaj Unë nuk mendoj, janë disa faktorë që nuk ka interes, Shtetet Bashkuara nuk kanë interes, e trajtoj pak edhe Legioni, Shtetet Bashkuara nuk kanë interes që të ndizet lufta në parametrat siç ishte ose diçka më tepër. Pse nuk kanë interes? Sepse u pa që me Iranin është pak problem, nuk mund të arrihet një fitore, njëherë nuk u arrit rrëzimi i regjimit që u premtu në fillim, dhe tashmë është shumë vështirë në këtë fazë për të arritur një fitore. Plus asaj janë edhe arsyet politike së brendshme amerikane, domethënë janë zgjedhje që pritet të vinë etj. Nga ana tjetër ka një rritje të presionit të madh ndërkombëtar për ngushticën e Hormuzit, gjë që ishte një faktor që doli që nuk ishte llogaritur fare.
nuk ishte në fillimin e luftës nuk diskutonte kush mundësinë, vetëm teorikisht diskutoi mundësia e bllokimit të kanalit të Hormuzit, po nuk dinte askush për këto pasojat katastrofike që po jepte. Nga ana tjetër edhe Irani nuk është i interesuar të rikthehet një luftë me ato përmasa që ishte. Pse nuk është i interesuar? Nuk është i interesuar sepse ai shpëtoi një kolaps të regjimit dhe nuk do të rikthehet më asaj situate, sepse përndryshe pastaj do të fillojë dekapitimi i këtyre liderëve që kanë ngelur. Por nga ana tjetër Irani e ka shfrytzuar goxha mirë këtë situatë për tu forcuar, kanë zhbllokuar pothuajse pjesën më të madhe të vendstrehimeve të raketave. 51 nga 69 ishte analiza e saj. Dhe pra janë do thëna që bëjnë fjalë që ka një kapacitet goxha të madh, pra edhe për ta vazhduar luftën, nëse do t'i duhet ta vazhdojë. Kështu që palët janë më mirë kështu, bën një luftë të pjesshme brenda armpushimit. Humbi Amerika? Amerika nuk humbi, por nuk fitoi. Nuk ka fituar, deri tash nuk ka fituar. Irani në këndvështrimin tim del më i fuqishëm nëse ndërpritet këtu konflikti, pra arrit një marrëveshje paqe thjesht me zotimin që Irani nuk do heqë dorë nga prodhimi i armës bërtamore, mund gjendet edhe një diçka tjetër për kthimin e materialit bërtamor. Nëse do arrit një marrëveshje vetëm me këtë, nuk është zgjidhja, nuk u arrit. Domethënë bie që gjithë kjo luftë, me gjithë këtë kosto, me gjithë këto probleme që hapin për Amerikën, për rajonin, për tjerë, nuk mund ta qush fitore. Gjithsesi, leadershipi apo strategët amerikanë e kanë kuptuar tashmë që kjo duhet gjetur një mënyrë për dalë nga kjo situatë. Si qartë. Pra mund t'i fitosh betejën, por luftën është vështirë. Luftën është vërtet vështirë, edhe për kartat që Irani mban. Do të arrijë Irani një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Personalisht është shumë vështirë të arrijë një marrëveshje, sepse ata janë me idenë që mund ta fitojnë luftën. Për aq kosa kanë mbijetuar, regjimi ka mbijetuar, është një lloj fitore për regjimin. Dhe që të arrihet një marrëveshje me Iranin, më them një marrëveshje e mirë, sa marrëveshje e keqe mund të arrihet. Në këtë rast, po të arrihet një marrëveshje e mirë ku Irani të heqë dorë minimumi nga uraniumi, të heqë dorë nga programi bërthamor, duhet që Irani të mundet më shumë se sa është mundur deri tani, thua, gjë që nuk ka ndodhur për momentin. Ky Iran që është për momentin duke menduar që luftën mund ta fitojë dhe që ka arritur të mbijetojë, vështirë që të japi në tavolinë diçka që nuk e ka humbur në fushën e betejës në këtë rast. Prandaj e shoh që të vështirë që Irani të arrijë një marrëveshje ose të ketë marrëveshje në përgjithësi në këtë pikë. Tash pak më parë profesor Shalin se a janë Shtetet e Bashkuara fituese, ndërkohë po drejtoj një tjetër pyetje. A janë vendet e rajonit humsit më të mëdhenj të kësaj lufte? Dhe veçanërisht vendet e Gjirit? Unë mendoj që në thelb Irani e ka humbur luftën. Pse? Sepse Irani duke goditur vendet e Gjirit bëri një gabim strategjik. Sepse këto vendet e Gjirit, nëse deri para luftës ishin mik armik me Iranin, tani janë armik. Nuk janë më miq. Pra, këto vendet e Gjirit kanë kaluar tërësisht në krahun amerikan dhe në krahun e Izraelit. Sot ka një zhvillim shumë të rëndësishëm në lindjen e mesme ku Emiratet e Bashkuara, një vend arab, ka marrëveshje strategjike me Izraelin, gjë që ishte pamendueshme deri para ca vitesh. Pasojë e kësaj gjëje është fakti që Irani goditi Emiratet e Bashkuara. Pra, në këtë rast ai bëri një gabim, Irani bëri një gabim strategjik duke goditur vendet e Gjirit. Mendoi teorikisht që mund të godiste, po askush nuk e mendonte në praktikë do godiste Katarin apo Emiratet e Bashkuara, sepse nuk mund të godiste vendet arabe që supozohet jenë vende le të paktën neutrale në të ardhmen. Kështu që nëse shohim gjithë konfigurimin e rajonit, unë mendoj që sot Irani e ka rajonin më shumë kundra vetes se çka kishte para fillimit të luftës. Qartë, do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër publicitare për tu rikthyer në pjesën e dytë të programit e për të parë ato çfarë ndodhi në Rusi në prag të nisjes së një samiti të rëndësishëm për Vladimir Putin. Të gjitha këto më njëherë vetëm pas shkputjes. Një sulm ndaj terminaleve të naftës në Shën Petersburg shkaktoi tranditje në qytetin e lindjes Vladimir Putin, atje ku lideri rus po bëhet gati të pres liderët kryesorë, më saktë delegacione kryesore nga 130 vende të botës për të diskutuar mbi forumin ekonomik të Shën Petersburgut, një ngjarje e cila është krahasuar lehtësisht me forumin Davos që mban i gjithë perëndimi, por edhe vende të ndryshme të botës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky
Zelenski tha qartazi se kjo është një hakmarrje për atë çfarë Rusia ka bërë përgjatë javëve të fundit kundër Ukrainës, ndërkohë Moska thotë se nuk do të lërë asgjë pa përgjigje. Profesor Shala, a ishte ky një kthim restoje kur Vladimir Putin kërkoi armëpushim në paradën e ditës fitores, Ukraina mbajti premtimin e saj e nuk sulmoi. Ajo çfarë pa më pas ishin me 10 të vrarë në Ukrainë çdo ditë. Ishte e nevojshme një lëvizje e tillë nga ana e Kievit? Absolutisht, Kievi i ktheu përgjigjen e duhur, por ky operacion pat një rëndësi të jashtëzakonshme jo vetëm si operacion ushtarak, po në nivelet politike, në nivelet diplomatike, sepse atje janë duke shkuar delegatët jo përmenet forumin, duke shkuar delegatët dhe atje flaka dhe tymi ka mbuluar Sankt Petersburgun. Pastaj u godit kryeqyteti i perandorisë. Ai ka qenë kryeqyteti i perandorisë ruse, është vendrindja e Putinit, është aty ku Putini filloi karrierën politike. Është një fitore shumë dimensionale e Ukrainës në këtë. Por kjo nuk do të thotë se Ukraina fitoi luftën me Rusinë. Rusia ka akoma vazhdon të ketë shumë kapacitete materiale, kapacitete njerëzore, vazhdon të ketë. Por tregoj që që edhe Ukraina nuk e ka humbur luftën, përkundrazi ka përcaktuar qartë objektivat e saj politike, ushtarake, përkundrazi nuk pranon të tërhiqet në asnjë mënyrë, ka stopuar në front përparimin qoftë edhe me metra të ushtrisë ruse dhe ka bërë që tashmë të dy palët janë përballë njëri tjetrit në front, por në front nuk ka luftë, po ka luftë në thellësi. Është një luftë e çuditshme paksa. Lufta kudo zhvillohet në front dhe goditjet e rralla jepen në thellësi, këta luftën po e bëjnë në thellësi tashmë, si rusët ndaj Ukrainës, ashtu edhe Ukraina ndaj rusëve. Nga ana tjetër, kjo tregon kapacitetet e mëdha goditëse që ka ngritur Ukraina me dronet e saj. Bëhet fjalë për mbi 1000 kilometra, domethënë në këto goditje që janë dhënë, mbi 1000 kilometra dhe janë hedhur një sasi e konsiderueshme dronësh edhe për të hutuar, po themi, mbrojtjen, por ka dhënë goxha rezultat. Po goditet infrastruktura energjetike. Pra, tashmë ata delegatë që do të shkojnë në forumin e Davosit rus, ata do të ndjejnë pasojat, do të ndjejnë që Rusia është në luftë dhe Rusia nuk mund ta fshehë këtë që është ka qetësi në thellësi. Rusia përfundimisht e humbi thellësinë strategjike. Pra atë thellësi strategjike që populli ishte i qetë, institucionet ishin të paprekshme, industria zhvilloi normalisht dhe lufta zhvilloi vetëm brenda territorit Ukrainës, por në pjesën që këta e kishin pushtuar. Tashmë lufta ka shkuar jo vetëm ka shkuar në Rusi, por po e ndjejnë edhe banorët në qytete të ndryshme ruse, pavarësisht se për momentin vazhdojnë duke filmuar dhe duke hedhur në Facebook, por që po e ndjejnë që lufta e Ukrainës nuk është e lehtë, bile po bëhet e pamundur për të fituar, kështu që Putini her pas herë hedh atë fjalën që jemi në prag të përfundimit, në këto kushte kur Ukraina sulmon dhe shkakton dëme të tilla dhe Rusia përgjigjet përgjigjet me sistem armatimi të cilët e ka të pamundur të mbrohet Ukraina siç është Oreshniku, apo megjithëse edhe për Oreshnikun kanë filluar të hidhen shumë dyshime, domethënë nëse është vërtet e pakapshme si raket, apo nuk ka mundësi është e pakapshme vetëm për Ukrainën, ndërsa për vendet e NATO-s dhe për armatimin që ka NATO nuk është e pakapshme. Pra ndodhemi në një situatë ku për të ulur për bisedime për paqe është domosdoshmëri si për Rusinë në këndvështrimin tim, ashtu edhe për Ukrainën. Ka një vizitë të Schröderit, të ish kancelarit Schröder në Rusi, ju bë pak kompozitet, por Europa nuk ka pranuar që ai të jetë. Nuk do ta njoh atë. Gjithsesi do duket se për çfarë arsye, a shkoi thjesht për të marrë pagën e radhës që e merr ke bordi i këtyre kompanive të mëdha të naftës, apo për të bërë ndonjë shërbim tjetër tashmë që mund të shërbejë edhe perëndimin. Qartë. Kristavi, vetëm një ditë më parë, një raport interesant i Institutit për Studimet e Luftës thoshte se gjeneralet kryesorë po e gënjejnë Vladimir Putin via të çfarë po ndodh në front, ndërkohë Ministria e tij Financave i ka thënë se ekonomia jonë nuk e përballon dot luftën në kontekstin afatmesëm dhe afatgjatë, prandaj ajo çfarë po ndodh në Ukrainë duhet marrë fund sa më parë.
teksa shohim të gjitha këto përshkallëzime, do të ketë një hap ku çështja do të bëhet edhe më dramatike, gjakderdhja do të shtohet dhe Ukraina, e cila sado ka pasur një evolucion teknologjik, nuk do të mundet të përballojë raketat balistike të cilat Putin po përdor tashmë dhe Kievi nga ana tjetër ka mungesë patriotëve, apo do të jetë një luftë e cila do të vijojë të zhvillohet nëpërmjet sulmeve ajrore, ndërkohë që fronti do të mbetet i ngrirë. Unë mendoj që dhe Rusia nga ana tjetër nuk se po arrin diçka të madhe me raketat dhe me dronët, me goditjet që është duke bërë në Ukrainë, sepse ideja është me goditjet me raketa dhe me dronë të bëjnë Ukrainën më të dobët, të bëjnë Ukrainën që të jetë më dobët paktën në fushën e betejës, të lëshojë më shumë territor, të ketë më pak kapacitete prodhuese, qoftë të dronëve të saj, qoftë të raketave të saj që ka Ukraina, dhe kjo gjë nuk është duke ndodhur në fakt, sepse Ukraina nga ditë në ditë, nga javë në javë është duke prodhuar më shumë dronë, është duke prodhuar më shumë raketa, në situata në fushën e betejës ka ngelur është në barazim për momentin. Pra do thotë që dhe strategjia ruse e raketave dhe dronëve rusë nuk është duke funksionuar në atë mënyrë që duhet funksiononte, sepse nëse shkojmë me këtë logjikë duke hedhur sa më shumë raketa balistike dhe krujës drejt Ukrainës, supozohet kishte diçka ose një lloj reagimi në terren. Ky reagim në terren nuk është duke ardhur në këtë pikë. Unë kam përshtypjen që Vladimir Putin ka filluar ta kuptojë dal nga dal edhe për çështje ekonomike. Ka shumë kohë në fakt që njerëzit thuash më të aftë që ka Rusia në plan ekonomike dhe financiare, po i thonë që kjo luftë mund të ketë përpasojë shumë të mëdha për Rusinë, dhe duhet të thënë një gjë që nëse ka bërë një gjë të mirë Vladimir Putin në 25 vjet e fundit, situata financiare dhe ekonomike është drejtuar gjithmonë nga njerëzit më ekspertë që ka pasur Rusia. Pra nuk se janë njerëz që janë në krye të Rusisë për të thënë Vladimir Putin që jemi mirë apo jemi shumë mirë. Pra janë njerëz shumë të aftë, më të aftë që ka Rusia, që janë shumë të gatshëm të thonë Vladimir Putin që nëse situata ekonomike financiare është e keqe, ja thon drejt për drejt. Pra kjo është një gjë që nuk i shpëton në këtë rast Vladimir Putin. Dhe shenjat janë prej shumë kohësh tashmë që Rusia është në vështirësi shumë të mëdha në pamje ekonomike dhe strategjia e tyre e raketave dhe dronëve nuk po jep efekt, pra sepse supozohet nëse ti do jepet efekt, supozohet që Rusia të ishte afër kontrollit plot, le të themi, të Donbasit për momentin, minimumin. Fakti që nuk kanë lëvizur as 5 metra gjatë këtyre 5 muajve të fundit, pra janë aty ku ishin në dhjetor, do të thotë që kjo strategji e raketave balistike, e raketave Oreshniku, çfarë lloji që është duke hedhur në Ukrainë nuk po funksionon. Pra duhet djesh diçka tjetër në këtë mënyrë. Kështu që lufta unë mendoj që është më afër se sa përshkallëzimit, është më afër mbylljes në këto vija fronti, në një lloj ngrirje në një farë mënyrë, sepse Vladimir Putin është hera paktën e dytë pas asaj që përmendim datën 9 maj ku ishte parada, para 2 ditësh ka përmendur përsëri gjatë një takimi në Rusi ku tha që lufta është drejt fundit. Pra po gjejmë mënyrën për të përfunduar luftën, sepse të gjitha shenjat po i kuptojnë që luftën nuk mund të arrijë dot në objektivat e tij maksimale, pra nuk po funksionon strategjia e raketave dhe dronëve të tjerë. Ukraina nuk është duke u bërë më dobët, Ukraina është duke bërë më fort në fakt, sepse një shtet që është duke dobësuar nuk ka kapacitete për të goditur kaq thellë në eksporton teknologji. Po eksporton teknologji, pra është pikërisht që Ukraina nuk është dobësuar. Në momentin që nuk është dobësuar, strategjia nuk funksionon, dhe tjetra është çështja ekonomike. Thash, në pamjen financiare dhe ekonomike në Rusi janë në krye njerëzit më të aftë që ka Rusia, dhe të cilët janë krejtësisht sinqertë të hapur ndaj Vladimir Putin, dhe mesazhi i tyre është që Rusia nuk ka më kapacitete për të vazhduar luftën në këtë mënyrë siç e ka vazhduar gjatë 4 viteve të fundit. Profesor Shala, folëm në pjesën e parë për efektin e liderëve të çmendur kur përmendëm Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu, dhe dua të shtroj pyetjen në këtë mënyrë. Ka zëra brenda Kremlinit, të cilat janë raportuar në agjencitë europiane të lajmeve se ka një zemërim brenda elitës ruse ndaj kreut që kanë pikërisht në pushtet, që është Vladimir Putin, me zemërim të oligarkëve, por edhe zemërim të ish-ministrit të tij të mbrojtjes Sergej Shoigu. Ndikojnë të gjitha këto që po ndodhin në këtë zemërim të tepruar të Vladimir Putin për të goditur pa mëshirë ndaj Ukrainës dhe për të mos hequr dorë nga ky konflikt? Ai do përpiqet që të vërtetojë atë që ka marrë përsipër, domethënë realizimin e objektiveve maksimaliste, por që tashmë është shumë larg të realizuarit objektivet e tij maksimaliste, sepse objektivat maksimaliste ai në fillim e pat edhe reformatimin e rendit të sigurisë në Europën lindore. Tjetër ishte domethënë largimin e NATO-s nga Europa lindore. Janë objektive të cilat ai Putin i ka harruar fare tashmë. NATO është bërë shumë më e fortë, Ukraina është bërë më e fortë pavarësisht se kalon një pjesë të territorit. Pra ai tashmë nuk mund t'ia provoj këtyre varësve të revoltuar, po themi, nuk mund t'ia provoj dot që ky mund t'i arrijë. Po ai tashmë ndodhet edhe para presionit. Unë nuk mendoj që ai ka kontraktita pavarësisht që jepet media me shokun, sepse Putin është nga ata lider që
që kundërshtarët kur ndjen rrezikun ai i paketon shpejt, siç bëri me Prigozhinin apo siç ka bërë dikur me i generalin Lebed apo me tjerë, domethënë, kështu që nuk mendoj se është të paktën ai ndjen pas operacioneve amerikane pas operacionit amerikan në Venezuelë, pas luftës që pas fillimit të luftës edhe goditjes dekapitimit të një pjesë të konsiderueshme të udhëheqjes së Iranit, duket kanë ndryshuar komplet ata protokollet e sigurisë, masat e sigurisë së tij. Por fakti është që ai në këtë rast nuk ka rrugë tjetër përveç se të gjejë një mënyrë që t'ia shesi popullit rus si fitore, pra jo si i dështuar, por edhe të tërhiqet, sepse është një thënie strategëve të shuar që nga Clausewitz e tjerë, nëse nuk arrin objektivat maksimaliste, mund të arrish objektivat ndërmjetme. Nëse edhe këto nuk arrin, duhet sa më shpejt largosh nga lufta, do gjesh një mënyrë për dalë nga lufta, sepse përndryshe mund të fundosësh. Dhe kjo fundosje mund të çonte në destabilizimin e vetë të Rusisë. Te e qartë. Janë gjitha zhvillimet dinamike të cilat kanë një ndikim drejt për drejt. Krysafi, a është kjo saga e çmendurisë së Vladimir Putin, një lideri i cili ka qëndruar në pushtet prej më shumë se 20 vitesh dhe le themi ka parë epoka të ndryshme të ndryshimeve brenda Moskës? Unë mendoj që Vladimir Putin që kur filloi luftën në Ukrainë ishte një lloj basti lufta e tij. Pra, do fitonte shumë ose do humbiste shumë në këtë rast. Nuk mendoj që Vladimir Putin mund të humbasi shumë në këtë, nëse s'ndodh ndonjë hata, le të themi, dhe Rusia humbet gjithë territorin që ka marrë në Ukrainë. Edhe me kaq sa ka marrë, mund t'ia shesi në një mënyrë ose në tjetër popullit rus si një fitore, ka rikthyer një pjesë të tokave mëm, le të themi, tokave ruse tek mëma Rusi në këtë rast, kështu që mund ta gjej mënyrën për të dalë i fituar në një mënyrë ose në një tjetër në këtë rast. Por basti i madh sigurisht me Ukrainën ishte që mos në Stalin ta fitonte luftën në javët e parë ose në muajt e paktën 2-3 muajt e parë, kjo ishte një fitore gjigante për Rusin. Pra mund të bënte pikërisht ato kërkesa maksimaliste që kishte dhe mund të ulej në tavolinë me NATO dhe thoshte që unë arrita të poshte Ukrainën për një muaj apo 2 muaj dhe tani po diskutojmë për gjithë strukturën e sigurisë në Evropën lindore. Putin është një person që e njeh shumë mirë historinë, është një entuziast i historisë, duhet të thënë, e njeh detaje, dhe ai di shumë mirë që Rusia kur humbet luftën përgjithsisht ndodhin katastrofa. Sa herë ka humbur luftra, qoftë në 1904, në 1905 me japonezët, lufta parabotërore, gjithmonë ka shkuar ose në një shpërbërje të shtetit, ka shkuar në revolucione. Dhe kjo është ajo që mund të dojë të shpëtojë, se thua në një mënyrë ose një tjetër Vladimir Putin, sepse nuk e ka luksin ta humbasi këtë luftë. Pra vetëm që do humbasi, që mund të humbasi luftën, po mund të humbasi pushtetin e tij, mund të humbasi dhe mund të eliminohet fizikisht nëse humbet luftën, po dhe vetë Rusia mund të shkojë në një lloj anarkie shumë të madhe. Kështu që duke qenë se njeh shumë mirë historinë Vladimir Putin dhe është njohës në detaj i saj, e di shumë mirë që në raste të tilla mund të dalë, si thua, çerek i fituar nëse mbyll luftën në këtë moment. Dhe deklaratat e tij të ditëve të fundit tregojnë që po shkon drejt kësaj ideje. Pra po gjen mënyrën për t'i thënë popullit rus që ne një pjesë të fitores e arritëm në këtë pikë. Luftuam kundër gjithë Perëndimit, kundër gjithë NATO-s. Ky ishte maksimumi që mund të bënim, por lufta vazhdon pas disa vitesh kështu me radhë, pra mund ta gjej narrativën për ta rregulluar, si thua, situatën. Por ajo që do të shmangi në çdo mënyrë të mundur është ta humbasë këtë luftë. Nëse humbet këtë luftë, ai e di shumë mirë që Rusia nuk i di si mund të jetë në fund të kësaj lufte, pa mund të shpërbehet, mund të kemi Republikë Çeçenisë, Republikë të Dagestanit, mund të kemi një situatë krejt tjetër në Evropën lindore dhe mund të fillojë nga një ideja për të pushtuar Ukrainën tek skenari i shpërbërjes së Rusisë. Kështu që duhet gjejmë mënyrën të shmangin në çdo mënyrë tjetër mundur për humbjen e Rusisë në luftë, sepse historia tregon që sa herë Rusia humbet luftat, shkon në revolucion dhe në shpërbërje. Ledion Krysafi, profesor Xhavit Shala, kënaqësi kisha mbrëmjen e sotme në program. Kemi mbritur kështu në fund të War Report edhe për mbrëmjen e sotme. Unë ju rikujtoj se abcnews.al është adresa ku informoheni në kohë reale për të gjitha zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni e bota, si dhe mund të na dëgjoni në radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë.